Përshëndetje gjithëve, sot jam përlexuar një komunikat për shtyp, jam autorizuar nga grupi koordinues i protestës. Në emër të grupit koordinues protestës, jemi të detyruar që sot, në ditën e 33 të mbajmë këtë komunikat sqaruese, si për ata që janë protest, ashtu edhe për ata që po na ndjekin nga e gjithë Shqipëria ose diaspora. Siç kemi njoftuar edhe publikisht ditën e djeshme, sot, me që kishte seancë plenare, kemi vendosur që t'jemi përpara parlamentit për të thënë deputetëve se nuk janë përfaqësuesit tanë dhe se çdo seancë parlamentare duhet pezullohet deri në një moment të dytë, për shkak se populli është në rrugë. Në protestën e ditës sotme kishim lajmëruar qytetarët që të pajiseshin me vezë dhe miell, me qëllim bërjen pistë të deputetëve që nuk përfaqësojnë votuesit, por krimin organizuar, oligarkin dhe kryetarin e partisë. Një grup prej nesh i cili ishte mbledhur më herët pranë parlamentit, ishte ulur në një kafene ku po priste orën 10 për fillimin e protestës. Në atë moment pa pritur të shfaqur ish ministri i drejtësisë, i akuzuar për blerje votash në Dibër. Konkretisht në dosje 184, Ulsi Manja, së bashku me bodyguardët e tij. Në atë moment protestuesit kanë reaguar dhe më pas janë dhunuar nga policia private Ulsi Manjës, ku njërit prej protestuesve dyshohet se i është thyer hunda. Që në këtë moment dukej sikur sot policia kriminale ishte bërë gati për dhunë dhe arrestime ndaj qytetarëve. Më pas arrestimit të djemve, protesta vijoi normalisht, sigurisht, me qytetarë të revoltuar për shkak padrejtësisë që kishte ndodhur. Kjo vijoi derisa në një moment qytetarët, të cilët ishin ulur pranë parlamentit, filluan të dhunoheshin nga policia në mënyrë të menjëhershme dhe jo proporcionale. Policia e shtetit ndërhyri me dhunë. Policia e shtetit ndërhyri me dhunë, me shkopin gome, gaz lotësielës, pepper spray e me radhë, duke shpërndar qytetarët dhe duke arrestuar shumë prej tyre. Dita e sotme na tregoi se kryeministri Rama dhe shtetit tij kriminal i ersosur durimi. Ai po tenton me çdo kusht që këtë protest, e cila ka qenë një protest shembull për sa i përket qytetarisë, etikës, kreativitetit dhe nivelit të lartë të demokracisë, ta bëj pis. Pikërisht në këtë moment ne do t'i themi se kjo protest është gjëja më e bukur që i ka ndodhur këtij vendi dhe do t'jemi këtu derisa ti të largohesh në mënyrë paqësore dhe qytetare. Nëse argumenti juaj është dhuna, argumenti jonë është rezistenca dhe qëndresa. Ne nuk do të dorëzohemi, nuk do të bëhemi si ju. Dhe i mesazh të fundit, ne do të vazhdojmë protestën këtej tutje në mënyrë paqësore këtu në bulevard, siç do ditë derisa të fitojmë. Sot ky regjim gjakatar kërkoi të bënte kurban me qindra protestues paqësor, të cilët ishin ulur, janë tërhequr të varr, me qindra protestues janë rrahur, me dhjetra janë arrestuar. Sot pisha komuniste tonë të gjak, po ne nuk do të japim. Ne jemi ndryshe nga këta. Ne nuk duam gjak shqiptari. Ne jemi paqësor. Kjo është arma jonë. Paqja. Ne do të luftojmë paqësisht deri sa ky regjim të zhduket.